mund të ndiqni studimet e larta edhe në qytetin tuaj. Një universitet privat me tarifa shtetërore. Universiteti i Beratit, një investim dinjitoz i Albanian University. Albanian University, aty ku elitat ecin përpara. Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi rikthyer në ora 0, sigur se bëra me dije përpara hapësirës publicitare. Në studio jam me zotin Vladimir Beja, nënkryetari i Partisë Demokristjane. Faleminderit zoti Beja, ne si dukem në studio. Faleminderit dhe juve. Po nis nga biseda e fundit që kemi bërë në këtë studio, pak muaj më parë, deklaruat se PDK do të ketë surprizën në vijim. E kishit fjalën për bashkimin me Partinë Demokratike, ku kryetari PDK zotin Doka ka marrë postin e zëvendës ministrit të brendshëm? Jo, mua vjen mirë që e nisni emisionin e dytë së bashku me atë emision e parë. Dhe të them të drejtën, ndihem mirë që ai emision jo vetëm si thuash parashikoi lëvizjet e mëtejshme, po njëkohësisht tregoi dhe optimizmin e situatës për të cilën jemi sot. Është fakt që Partia Demokristjane ndodhet sot në një realitet pak të ri politik, do ta quaja unë. Për të qenë korrekt, ka patur zhvillime. Jo vetëm ka patur zhvillime, po ka patur edhe problematik serioze, domethënë të jetës dhe punës partisë. Unë do t'i thosha që Partia Demokristjane krahas sukseseve të mëdha historike të saj që në 2005 që për herë të parë në historinë e saj u fut në Parlamentin shqiptar me 2 deputet, me një fushat ekselente, do ta quaj unë, partinë në atë kohë drejtohesh nga zoti Lesi, në kuadrin e një koalicioni me në krye Partinë Demokratike, po një koalicion të gjithëpërfshirës, do të thosha, të shumë forcave politike të vogla dhe të mëdha, të cilat realizuan atë. Pas kësaj, Partia Demokristjane, megjithse ishte fituese, fakti jeta tregoi, domethënë që lideri i saj nuk ishte i aftë të bënte kompromiset e nevojshme për të qeverisur tashmë. Keni fjalën për zotin Lesi? Patjetër për zotin Lesi, dhe këto janë fakte tashmë historike. Të gjithëve kujtohet pozicione të tilla kur domethënë zoti Lesi krijoi atë atmosferë ngriva-shkriva me Partinë Demokratike, nëse ma mend po për shkak edhe të shkuarës ti dhe akuzave që dhe sot ja bën Partisë Demokratike lidhje me gazetën. Jo, unë do të thosha mungesë eksperience, do të thosha më shumë, se saktë se të arrish për shembull një lider që një partie demokristjane që fut partinë në parlament realizon pothuajse gjithçka të mundshme në këto 15-20 vitet e fundit dhe të mos arrit do ta materializojë këtë lëvizje për arsye personale. Unë do të thosha defekt personal dhe të cilën zoti Lesi e manifeston shpesh kur është problematika për kompromiset në qeverisje. Njëkohësisht duke qenë një relativisht një personazh i shquar individual, e kishte të vështirë të punonte në kuadrin e një drejtuesi partie. Sado Partia Demokristjane është një parti relativisht e vogël, por nuk mund të quhet modeste, pasi kjo parti ka patur problematikën e saj dhe ndikimin e saj në mjaft sfera të politikës shqiptare. Unë do të thosha përsëri që numri votuesve në Partinë Demokristjane është i konsiderueshëm dhe unë po të marr rezultatet historike të saj në 2005 ke 34.000 vota, në 2007 ke 44.000 vota, në 2009 si rezultat dhe të daljes nga koalicioni dhe të krijimit me ngutë një grupi polilirisje, quhetëm në atë kohë, po brenda 2-3 muaj, me gjithë presionet dhe defektet e kodit zgjedhor, ne arrim të marrim rreth 30.000 vota. Përsëri domethënë që i përkonin matematikisht 3 deputet. Pra, në këtë kuadër dhe në zgjedhjet e fundit, me gjithë lojërat politike një progres i vazhduar. Pra, po, është e vërtet kjo. Unë kam deklaruar që Partia Demokristjane pa bërë fushat 1% që ne kanë xhep. Parasysh se ka një elektorat të ndjeshëm dhe besnik, do ta quaj. Është pak 1%. Kur them 1% është më i mirë se sa 0-ja. Po sigurisht është më i mirë se sa 0, pra, për një parti të vogla është shumë larg 3-shit dhe 5-s, pra 3-shit të dalurit vetëm dhe 5-s të qenurit në koalicion. Nëse pa bërë loja fjalësh, mua më pëlqen pozicioni, domethënë kur thashë filloj me 1%, kjo do të thotë domethënë kjo është dhe problematika që mjaft lider e fillojnë me këtë, si thua që 1% që ne kanë xhep, po 1% apo 2.5% që është pragu, i thon 2 deri në 3 deputet. Janë mira vota. Jemi koshë. Edhe po të jetë puna që edhe zgjedhjet e fundit treguan që edhe për pak 10 vota, domethënë mund të dilë edhe një deputet tjetër ose mund të humbisë një deputet tjetër,
Kjo matematike e shtrënguar, do thosha unë, nëse do të ishte në favoret që ne kemi diskutuar të së bashku favoret e një kodi zgjedhor më demokratik, do thosha që të stimulonte edhe partitë e vogla dhe njëkohësisht mos vdiste dhe alternativat e reja politike që në dinamikën e saj. Me korrektim kombëtar. Ne kemi kërkuar gjithmonë vetëm korektimi kombëtar. Unë do të them që nëse se do të futesh ky element i korektimit kombëtar, Partia Demokristjane pak 3-4 deputet nuk ishte rezultati më i ulët historik i saj, nëse do të kishim me këtë korektimi kombëtar dhe do të zhvilloshin një fushat normale në kuadër të sigurisë, sepse situata është ndryshe. Jemi detyruar të flasim me sikur, për arsye se hipotetike janë të gjitha. Dhe është ndryshe realiteti kur flasim këtu në studio dhe ndryshe realiteti që është në qarqet, do thosha, dhe në elemente saj ku përfshihen jo vetëm politika e pasër, por dhe ato element që tashmë ne njohim në Shqipëri dhe vuajmë ato. Zoti Bej, ndërpres në logjikën tuaj, sepse pak në qarqet gazetareske flitet për një deklarat kryeministrit Berisha që secila prej partive të koalicionit, nëse bën 15.000 vota, merr një antar të kabinetit qeveritar, pra merr një ministër. Partia Demokristjane pas 2013 do të jetë përfaqësuar në kabinetin qeveritar? Unë jo vetëm para pak javësh kemi autorizuar kryetarin e Partisë Demokristjane për nënshkrimin e marrëveshjes me Partinë Demokratike. Marrëveshja që do të doja të ndaleshim edhe pak. Po, është vërtet, është një ngjarje për mua, është një ngjarje duke patur parasysh që marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Partinë Demokristjane u dëmtuan rënd në fillim të 2008-s. Sepse Partia Demokratike sipas jush nuk mbajti premtimet e bëra, pra nuk respektoi kontratën. Ka një këngë popullore se kush ka faj e gjejmë pastaj. Njëkohësisht, unë do të thosha që problematika jeni në koalicion me PD-n, sepse nëse nuk do ishi do flisim gjë tjetër. Problematika është komplekse, do të thosha. Domethënë qarqet saktuara në Partinë Demokratike e pan Partinë Demokristjane si një element çuditërisht konkurrues, edhe pse jo dhe dëmtues. Ndërsa, unë do të thosha që ne jemi të ndërgjegjshëm që dhe Partia Demokristjane pati një sforcim apo një fryrje artificiale të numrit deputetëve, ne flasim tashmë, po elektorati e di, patëm dhe element çuditërisht që nu afruan disa deputet pa identitet. Kur u krijua grupi parlamentar dhe zoti Ndoka mori ministrinë e shëndetësisë. Për atë kohë flisni? Po, në atë kohë flas, po nëse do të jemi të sinkronizuar në kohë, pra ne të hymë në zgjedhje dhe dolëm me 2 deputet. Me veprimi që bëri zoti Lesi për dorëzimin e partisë, pra dhe me ardhen e zotit Ndoka si kryetari i Partisë Demokristjane, ne u bëm me 3 deputet bashkë me zotin Ndoka. Këta ishin deputetët demokristjanë. Domethënë. Por çudit edhe me këta 3 deputet ne relativisht u ripranuam si antar të koalicionit, domethënë qeverisës, dhe zoti Ndoka u mori postin e ministrit të shëndetësisë. Por pati një veprim të sforcuar dashamirësie në thonjza që s'ishte i tillë për mua, fakti tregoj, s'ishte i tillë që nu afruan edhe deputetë të tjerë pa identitet, jo vetëm demokristjan, jo vetëm që s'ishin fare të Partisë Demokristjane, por çuditërisht ata si duket u afruan se u bë detikos dhe mendonte që Partia Demokristjane mundet të shfrytëzonte edhe elemente të tjerë. Ne nuk e menaxhuam mirë të situatë, pra zoti Ndoka, po edhe unë si nënkryetari i Partisë Demokristjane, çuditërisht ne u stepëm nga ky presion i këtyre deputetëve, të cilët paktën janë 2 që nuk kishin fare lidhje me Partinë Demokristjane. Dhe po këta u bën dhe prishësit e koalicionit të Partisë Demokratike me Partinë Demokristjane. Do doja të bëj një pyetje këtu, nëse mund të marrëzonit ose jo. Artikulohet që nëse u ndryshuat sistemi elektoral, një nga shkaqet ka qenë edhe zoti Ndoka, që do të thotë, nëse zoti Ndoka, sikur se e tha dhe ju pak më parë me 2 deputet, me 3 kur u bashku zoti Ndoka i PDK-s, u krijua një grup parlamentar, kushtëzuan qeverinë për të marrë një ministri të caktuar. Dhe logjika çon që sistemi aktual që kemi, një shkak të ndryshimit të tij ka patur dhe zoti Ndoka. Nuk e di se do ma hitni poshtë ose do ma konfirmoni. Mua nuk më rezulton kështu. Përkundazi, unë do të thosha domethënë tashmë është e vërtetuar dhe këmbgulja që vazhdon Partia Socialiste ta mbrojë këtë kohë zgjedhor, ajo është dhe historikisht iniciatorja për këtë kohë zgjedhor. Unë kam deklaruar që në fillim, sa shpan marrëveshja e 2008-s, ndryshimet e kushtetutës brenda natës, dhe sidomos ndryshimi i kodit zgjedhor,
me shpejtësi të rrufeshme, pa diskutuar as nga parlamenti dhe as nga grupet parlamentare të PD-s dhe PS-s, ishte për ta ndarë, domethënë, si thosh, politikën shqiptare në dy bloqe. Dhe ai shqetësim që thoni juve u kri që partitë e vogla po i bezdisin, bile do të thosha unë në atë moment kam kritikuar dhe OSB-n, se edhe OSB-ja çuditërisht ishte e shqetësuar për numrin e partive të vogla, domethënë në parlamentin shqiptar. Gjë që për mua nuk ishte e tillë, ishte një shqetësim i kot, ose së paku ishte shqetësim i vonuar. Pikërisht në ato momente unë kam bërë një konferencë shtypin Partinë Demokristane dhe kam deklaruar një shprehje që çuditërisht më pëlqen dhe sot ta deklaroj edhe këtu në studion tuaj, që është më thjesht në Shqipëri të ndërtosh një parti se sa një SHPK. E them përsëri, është vështirësuar pak me numrin e firmave në këtë kodineri. Kjo është fatkeqësi. Është fatkeqësi dhe arriti numri i partive mbi 80 e sa. Ama realisht, nëse do të kërkonim sinqerisht për të ndikuar për që ky numri këtyre partive të ishte relativisht më real me përfaqësimin e programor apo ideologjik, faktikisht e kishim më të thjeshtë jo me ligj për të ndaluar një gjë të tillë, po ishte element mjafton të shikoni që nga këto 84 subjekte politike sa kanë konkuruar në fushata zgjedhore. Faktikisht numri i tyre si ka kaluar kurrë 28. Atëherë këto duhet përjashtoshin me ligj automatikisht se kjo forcë politike përderisa nuk konkuron, nuk merr pjesë në fushata elektorale, përse është krijuar? Vetëm për të marrë ata lider 2-3, ca kryetar me vula në xhep, që mbajnë që i përdorin autorizimet dhe për qëllime të ndryshme, dhe thjesht për të marrë statusin e një kryetari partie. Apo në atë kohë ishte edhe një pasaportë shërbime diplomatike më duket se merret me ligj. Dhe kjo bëri këtë gjë. Ndërhyrja që u bën 2008 ishte një operacion kirurgjikal, do të thosha me dhunë, i ndryshimit të kodit zgjedhor. I propozuar nga Partia Socialiste, i mbështetur jo nga Partia vetëm i propozuar, do të thosha po i hartuar, tashmë dhe i mbështetur nga Partia Demokratike. Sigurisht. Shikoni, unë nuk jam avukati i Partisë Demokratike, po kjo lojë, domethënë, i pëlqeu si duket dhe PD-s. Dhe hajde ta ndajmë në dy bloqe dhe relativisht mos bezdisemi me këto partitë e vogla se po na krijojnë shqetësime të mëdha. Në një kohë që nuk ishte shqetësimi i partive të vogla. Dhe Beja, kam kënaqësinë që kur flas për Partinë Demokristane, kur flas me ju si nën kryetari i kësaj force politike, logjikisht flas për një parti e cila minimumi, sikurse e thatë dhe ju më parë, meriton të jetë 2, 3, 4 apo 5 mandate në parlament. Pra që gëzon një mbështetje të konsiderueshme në elektorat, sepse nuk është pak. Nëse sot shohim që Kingmakerin e bën një forcë si Lëvizja Socialiste për integrim me 4 mandata, apo jo, sepse i tillë është sistemi. Por ajo çfarë doja unë të ndalesha është çfarë ju premtoi Partia Demokratike ndërkohë që u rikthyet. Unë do të thosha që në politik nuk ka marrëdhënie kështu dashurie. Nuk kam marrëdhënie të tilla që unë kam shok Aleni dhe më duhet pragmatizëm. Pra, nëse Partia Demokristane nuk do të ishte e tillë që unë mundova ta parashtroj sot dhe nuk do të merrte 54.000 vota në 2011, askush nga Partia Demokratike, domethënë dhe veçanërisht kryeministri apo kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, do të kujtohesh për Partinë Demokristane nëse kjo nuk do të ishte një faktor sado, domethënë gati i barabartë me partitë që relativisht ai ka në koalicion. Ka një pikpyetje të madhe në këtë. Së dyti unë do të thosh, nëse thoni që kryeministri i vendit nuk kishte se si të mos e merrte seriozisht një parti si Partia Demokristane me kaq 1000 vota, atëherë përse zoti Rama duhet ta lëshonte një parti të tillë nga koalicioni? Mos bëni rolin e tregut, e bleva dhe e shita. Partia Demokristane as nuk u ble dhe as nuk u shit. Unë e kuptoj logjikën tuaj. Zoti Ndoka ka qenë i pakënaqur me zotin Rama me mënyrën e të bërë. Edhe një tjetër marrëveshje, unë kam qenë një nga ata, për të mos thënë kryesori i asaj që lëvizja e Partisë Demokristane në koalicion me Partinë Socialiste ishte lëvizje e gabuar dhe në kuadrin e një dëshpërimi. E ndjeni veten mishi huaj në koalicionin socialist? Nuk është vetëm mishi huaj, por është dhe pozicioni që është pikërisht Edi Rama dhe Partia Socialiste që krijoi këtë kod që ne na nxori jashtë lojës zotëri. Vetëm për këtë arsye. Absolutisht, një njerëz që më mbyt një herë, unë s'mund t'i kërkoj të më hedhi salvagender herën e dytë. Është qartë. Problematika shtrohet dhe marrëveshje, ama dy të them dhe këtë deklaroj që zoti Ndoka me zoti Rama kanë patur një marrëveshje qoftë gentlemenësh, qoftë politike për të ndryshuar këtë kod zgjedhor.
Pra, nga zoti Rama është premtuar që ky kod ndryshor... Pra, ju ishit në pritje nëse Partia Socialiste... Absolutisht, i vetmi kusht në marrëdhëniet Partisë Demokristane me Partinë Socialiste ishte ndryshimi i kodit zgjedhor dhe futja e korrektimit kombëtar. Asnjë element tjetër. Kjo ishte një kërkesë specifike e PDK-s për korrektimin kombëtar. Absolutisht, se ne përcaktuam diagnozën e përjashtimit ton. Diagnoza e përjashtimit ton nga parlamenti ishte pikërisht ky kod. Paraprakisht ju e kishte premtuar zoti Rama? Absolutisht po. Dhe nuk... Absolutisht, po dhe jo vetëm ne, po shikoni, ju e keni ndjekur si gazetar që pavarësisht se Partia Demokristane ishte pak jo mirë, si do të thosha, shikoni, nuk është se është një problematike madhe se Partia Demokristane bëri aleancë parazgjedhore me Partinë Socialiste. Problemi është se historikisht, prej shumë vite, që nga krimi, jo komod. Absolutisht jo komod, qoftë dhe për dy arsye. Jo komod në bërjen e koalicionit me Partinë Socialiste, jo komod në daljen kundër Partisë Demokratike. Pra, jo, nuk na shqetësonte kjo. Sinqerisht nuk na shqetësonte dalë. Na shqetësonte vetëm këtë gjë. Na shqetësonte këtë gjë, domethënë pak të kod zgjedhor, pa ndryshimin e këtij kodi zgjedhor nuk do të ishte. Na shqetësonte edhe diçka tjetër që relativisht propaganda u bë dhe e vërteta është që edhe zoti Berisha ka deklaruar dhe në ambientin ndërkombëtar ka deklaruar që në rast se Partia Socialiste apo opozita e ndryshon kodin zgjedhor, unë jam gati të ulem dhe diskutoj. Pra, zoti Berisha e kishte bërë të tij. Do të mbante fjalën, do mbaten fjalë, kjo është një problematik e tij. Deklaruar në qartje ndërkombëtare që ne jemi të mirë informuar në këto element. Edhe këtu brenda vendit ka deklaruar që opozita hajde të ulemi në se kërkojnë ndryshim. Ka qenë faktikisht rezistenca e zotit Rama dhe këtë nuk e them unë. Pyesni Gjinushin. Pyesni atë Milon. Çfarë shqetësimi kanë me Ramën përveç se ndryshimit të kodit zgjedhor? Pra, ky është elementi që nuk e akuzojmë ne Partinë Socialiste apo Edi Ramën për këtë kod. E akuzojmë të gjithë partitë e vogla që janë relativisht në opozitë. Që të jemi të qartë, nëse zoti Rama do donte që sistemi aktual të ndryshonte, ai do të ndryshonte? Absolutisht po. Unë e besoj gjë tillë. I besoni deklaratave të kryeministrit që nëse propozimet e Partisë Socialiste do të ishin për ndryshim sistemi, PD do t'i miratonte? Në politikë dyshimi është më kryesori, po edhe duhet i besoj dikujt. Flas për bindjen tuaj, kështu që bindja jon, edhe faktikisht ne e bëm realitet të bindje. Pranimi i ofertës që na bëri Partia Demokratike për të bërë koalicion parazgjedhor me Partinë Demokristane si një marrëveshje politike është iniciativa vetë Partisë Demokratike. Është fakt që nuk e kërkuam ne. Ne na erdhi për shtat një veprim i tillë dhe relativisht e ndjehemi më mirë në koalicion me Partinë Demokratike. Ama është fakt që Partia Demokratike e bëri kërkesën për që Partia Demokristane të rishtohet duke na premtuar element të marrëveshjes politike të shumë të rëndësishme që do të çojnë që Partia Demokristane në 2013 do të futet me minimum 2 deputet. Unë e deklaroj minimum 2 deputet. Në cilët qarqe do të nxjerrni 2 deputet si do Shiko. Të bëhemi pak më tani zotë Ale. Ne jemi 8 muaj para zgjedhjeve. Unë nuk mos më thoni që është ende herët. Jo. Ne faktikisht për ne kemi edhe 3 vjet përpara që jemi përgatitur për 2018. Parasysh se ti je në opozitë, domethënë është me të vërtetë në rast se fle gjumë në opozitë je i vdekur. Se në pozitë ndodh që të zë gjumi, parasysh se punoj edhe të tjerë, punoj mekanizme të tjerë. Partia Demokristane këtë periudhë ka pasur të mërësisht të vështirë dhe në rast se ne do të flinim gjumë, s'do të kishte më Partia Demokristane. Opozita ka fjetur gjumë gjatë kësaj kohe, që ju e keni patur të vështirë? Unë nuk mbaj do të përgjegjësinë për gjithë opozitën, por meqense ma bëni pyetje në lidhje me opozitën, ka një paradoks për mua thjesht si politikan. Ta lëm më janë favorizimi që unë i bëj, si thuash, Partisë Demokristane, ku unë jam nën kryetari i saj, të kesh 65 apo 66 deputet në parlament, që s'ke për t'i pasur kur asnjë opozitë shqiptare s'ka për të pasur. Ndoshta me këtë sistem mund të ketë, por që edhe një herë mbaj më këtu, unë nuk jam parashikues. Nuk i ka patur kur, nuk jam në, por nuk ka për t'i patur më. E qartë. Dakor. Edhe të kesh kaq pa aftësi për t'u imponuar,
nuk është gjë tjetër vetëm është një krizë, jo vetëm leadershipi, po dhe vetë programore apo dhe vetë ideologjike. Personalisht mendoj, domethënë se s'po qaj hallin si thua Partisë Socialiste, por thjesht si politikan më pëlqen që një opozit edhe demokraci do të ishte meritime më të zhvilluara dhe Shqipëria do të kishte realizuar objektivet e saj më të mira, më shpejt dhe më me dinamik, në rast se opozita do të ishte më e fuqishme, më e sigurt në dhënien e alternativa dhe më e qartë me atë çka kërkon. Për mua është thjesht një fëmijë i përkëdhelur që s'keni çam bëni, ke unë do vini, ti do konsumuash në pushtet dhe mua do më keni atë liderin e ardhshëm. Ky është një veprim që në politik për mua është si punë e sportit të le, nëse edhe sportit të lë në rast edhe ti e le sportin apo dhe politikën. Në këtë kuadër them që pa dashur thash të një tjetër që të bëj, por duke patur parasysh që Partia Socialiste është partia më e madhe opozitare. Jo, për qenë realist ndjes ju ndërpres sërish, por nëse i është bërë opozit kësaj mazhorance, i është bërë nga zoti Ndoka, i është bërë nga zoti Milo, i është bërë nga zoti Gjinushi, i është bërë dhe nga zoti Ngjela. Kjo vërteton atë që thash të pra nga aleatët e Partisë Socialiste, pa kanë qenë figurat e Partisë Socialiste që kanë bërë realisht opozit. Ne jemi, për qenë korrekt, apo jo? Në qarqet e politike të Partisë Demokristane, unë e deklaroj që 2013 është mbijetesa. Ne po luftojmë për mbijetesën. Domethënë, kur them është betejë më e madhe, personalisht 2013 në rast se Partia Demokristane nuk futet në parlament, mua nuk më ke më në as politikan, as do dal të kryej detyra të tjera në linjë private. Për arsye se nuk ka kuptim më të këngulish kur ke barikada dhe barriera kaq të fuqishme artificiale që janë në dëm të demokracisë për mua. Dhe këto barriere janë të PD, PS bashkë? Të dyja bashkë janë përgjegjëse, por unë do thosha që në rast se do përpiqeshim për të realizuar dhe ka kohë për të ndryshuar rregullat e lojës, unë do thosha që ata të dy forcat e mëdha politike do të kthehen në dy forcat më të mira demokratike në rast se do të ndryshonin kodin zgjedhor. Shikoni edhe një tjetër. Çdo të thotë kjo, të lutem zoti Bej. Dy forcat më të mira demokratike, çdo të thotë. Pasi do jetë një lojë e ndershme, domethënë politike. Secila parti do marrë atë që ka. Dhe do të përjashtohen ato partitë fantazëm që deklarojnë që kanë parti, apo ata kryetarë që kanë vulën në xhep dhe të shojnë autorizime sa ndekteja, tash i hoqin dhe vizat nuk dinë dhe çat japin, faktikisht. Nëse parlamenti shqiptar sot përbëhet nga 5 apo 6 forca politike të përfaqësuara në parlament, me këtë që ju thoni, nga sa forca politike do të bëjë parlamenti? 6 forca politike parashikohen në parlamentin e ardhshëm. Ta dash këtë numër kështu shpejt pa kushtarake, po që në mendjen time e kam diskutuar disa herë këtë lloj. Unë mund t'i them dhe emrat, po do t'ishta... Po jo, i them unë dhe ju më thoni po ose jo, është Partia Demokratike, Partia Socialiste, është LSI, është PDU, është partia... Dyshoj për PDU. Dyshoni për PDU, atëherë është partia e zotit Dule. Dyshoj për partinë e zotit Dule. Për zotin Dule, atëherë është partia juaj, pra Partia Demokristiane. Nëse ju dyshoni për dy forca politike, cilat janë këto dy forca politike që mund të zëjnë vend në parlament 2013, gjithmonë në logjikën ushtarake? Llogaritë vetëm në linjën e mazhorancës apo në linjën e edhe të opozitës? Përderisa përfshihet Partinë Socialiste, do të thotë edhe në linjën e opozitës. Pra, por nuk shoh forcë. Nëse ju shihni Partinë e zotit Topi, FRD-n dhe Partinë e zotit Spahiu, ma thoni, nuk. Shikoni edhe një tjetër, nëse nuk ndryshon kodi zgjedhor. Po, me këtë kod nuk ndryshon më kodi zgjedhor. Ato nuk e dim, ja ka dhe element që mund të ndryshojnë pa ndryshuar ligjin. Pa ndryshuar mirë thash kushtetutën, për ndërhyrjen në kushtetutë. Jeni optimist për këtë? Ka element zotëri. Shikoj, unë asnjëherë edhe në linjë juridike. Nëse do ishte për ndryshuar, do ishin ndryshuar dhe ju e dini shumë mirë. Tashi mua mos më vini në pozicion, unë nuk jam as kryetari KQZ-s. Sigurisht dhe unë nuk jam, por nëse do ishte për ndryshuar, ishin ndryshuar. Pa ndryshuar kushtetutën, ka dhe element. Presuposim se nuk do të ndryshohet atëherë. Dhe nuk do të ndryshohet. Ka element që me ligj mund të ndryshohen rregullat të caktuara loje në mënyrë të tillë që mund të vinë për shtat në ndihmë të forcave politike të qëndrueshme e kam quajtur unë, siç është Partia Demokratiane, apo dhe forcave të reja politike, të cilat në rast se do të punojnë mirë. Cilat janë këto forca? Po, faktikisht... Mbetën dhe dy, përveç PS, PD, LSI, PDK, mbetën dhe dy. Ke dhe Gjinushin, ke dhe Milon. I shikonit përfaqësuara unë i shikoj relativisht, ato janë parti që edhe kanë treguar domethënë mundësitë e tyre reale për të futur në parlament. Kështu që unë i shikoj dhe ato. Në rast se nuk do të tani më vuten pozitën e një mbikëqyrësi ndërkombëtar biles apo dhe ambasadori OSBE-s, por do thosha për shembull që dhe Aleanca Kuqezi
në rast se ndryshon përsëri në element të gjëra, mundet të përfaqësohet në parlament. Mund të pret. Po si zotit Ndoka, ç'lidhje ka me ndryshimin e kodit zgjedhor? Shikoni. Së pari unë e quaj të shumë të rëndësishme, domethënë marrëveshjen politike PD-PDK. Marrëveshja politike të cilën ne e zyrtarizuam, do unë dola në konferencë shtypje që dhash mediave një veprim të tillë në kryesinë e Partisë Demokratike. Do thosha sinqerisht është një ngjarje historike për Partinë Demokratike dhe një mundësi që në harmonizim me Partinë Demokratike, në harmonizim me ato interesa dhe Partia Demokratike është një parti e madhe, nuk është element domethënë që mos kujto se na pritet me duar trokitje, që o shqyqy që erdhëm ne dhe do të shpëtoj. Gjithsesi ata bëjnë kalkulime të sakta që Partia Demokratike është një parti e qëndësishme dhe do të luaj rolin qoftë dhe për një deputet apo 2 deputet në favor të mazhorancës. Në këtë element, kjo marrëveshje politike ka parashikuar dhe në qoftë ruajtjen e votës, qoftë dhe elementet e përfaqësimit në përqarqje dhe të sigurimit të një pjesëmarrje të Partisë Demokratike në zgjedhje në kushte sa më të mira se sa në elemente të tjerë. Kjo marrëveshje politike, të përgjigjim asaj, ka dhe një aneks marrëveshje, të cilët do ta quaja si një shkallë besueshmërie të kësaj aleance, domethënë që deri në zgjedhje do të kemi pjesëmarrës në element të qeverisjes dhe jo në qeverisje, biles dhe vetë zoti Ndoka me pozicionin e zëvendës ministrit nuk është në qeveri, po ka një element të rëndësishëm të qeverisë, mbulon një sektor të trafiqeve, ku ka mundësi, do të thosha unë, të kufizuara, po gjithsesi mundësi të kufizuara për element të programit. Zgjedhjet ju besuan për element, edhe një tjetër. Zoti Xhelili unë dua të këmbgul dhe një që Partia Demokratike nuk është si partitë e tjera, domethënë është e qëndësishme, ka një program të qartë, ka një ideologji demokraciane që ka ndërtuar Europën. Këtë nuk e vën dyshim, zoti Beja. Ka marrëdhënie të shkëlqyer, do thoshë me Partinë Demokratike Italiane, me Kristian Demokratët Gjerman, do të thosha që edhe element të këtyre, domethënë kanë qenë dhe të presionit, po e them, ndërkombëtar për të mbrojtur interesat e Partisë Demokratike në Shqipëri. Partia Demokratike në Shqipëri është e pakonsumuar, do të thosha, e pakonsumuar, domethënë, ose e pambaruar misionin e saj në Shqipëri. Çdo të thotë të mbarosh një mision? Po, është e vërtet. Partitë janë si qenie të gjalla. Çdo të thotë mbarosh një mision? Domethënë që e kryen funksionin e saj dhe mund relativisht mund përfundon kurrë. Jo, do të thosha nuk është, partitë të ndryshojnë programet. Çdo të thotë shkrihet parti, kryen parti tjera. Një misioni përfunduar, një mision i mbaruar. Nuk besoj se është përfaqësimi i parlamentit. Nëse nuk njihni, po përfaqësimi i parlamentit është i domosdoshëm. E keni patur. Atëherë duhet të qenë i shkuar misioni. Për herë të Xhelili. Shikon, pa e kthyer në lojra fjalësh. Unë do të thosha përsëri këmbgul, Partia Demokratike është parti e qëndësishme dhe nuk e ka kryer misionin e saj në kuadër. Ju do të njihni historitë e partive demokratike në Europë, të cilët kanë luajtur rol shumë të rëndësishëm. Çfarë duhet presin qytetarët? Pikërisht në ngjarje të çfarë duhet presin qytetarët nga PDK-ja? Ju thoni që nuk e kryer misionin. Atëherë çfarë konsideroni kryerjen e misionit që qytetarët ju po flisni me nënkryetarin e Partisë Demokratike dhe jo me nënkryetarin e Partisë Demokratike, as me nënkryetarin e Partisë Socialiste, të cilët me programet e tyre dhe me volumin e madh që kanë mund të kryejnë, mund të bëjnë dhe ndryshime sa më të mëdha. Po flisim me një parti demokratike që edhe një element të vetëm që ne kërkojmë të ta zbatojmë, siç ishte rasti për shembull, qoftë të gjakmarrjes, qoftë uljes së frymës të përplasjes së egër midis dy forcat mëdha politike. Po e ka në program dhe ka të mundshme realizime të tilla. Është vetëm forcë politike që mund t'i luajë këto gjë. Prandaj po them, mbase ju nuk njihni personalisht historinë e partive demokratike në Europë, për kur kanë zhvilluar në luftën e parë, mbas luftës së parë botërore dhe mbas luftës së dytë botërore. Kemi 20 vjet që kemi ndryshuar jo vetëm sistemin, po kemi përmbysur gjithçka. Dhe Partia Demokratike mund të luajë dhe rol të rëndësishëm në përmirësimin e mentalitetit dhe në integrimin evropian, zot Xhelili. Sa element si e që tek? Unë njoh programin, por nëse do ju përgjigjeshem me të njëjtën monedhë është
duhet që t'ju mos më lejonit mu të bëja oponentin. Unë jam i detyruar të bëj oponentin. Jo, vazhdoni punën tuaj. Unë jam rregull me juve. Vetëm problematika është më lini të sqaroj ato që unë dua. Me dashamirësi, po ju them që dashamirësia nuk mungon, buzëqeshjen e ke shumë të mirë, problematika është rrotë. Qytetarët të presin atë të japin, domethënë që të votojnë për elementin demokrisian për aq sa ata e ndjejnë. Ne nuk lypim vota zotëri, ne do t'i marrim votat tona dhe duam që këto votat numërohen dhe në rast se ne nuk realizojmë të na thonë nuk keni marrë dhe shkoni mbyllni qep në kooperativë. Shumë e qartë. Mos kujto se na priten me duar drokitje, thatë pak më parë. Po është e vërtet. Brenda koalicionit. Atëherë, mendoni se PDK është ofruar në këtë koalicion për të balancuar deri diku kostot që mund të ketë Partia Demokratike nga krijimi i FRD-s së zotit Topi? Së pari dhe një tjetër, Partia Demokraciane do mbërë interesat e veta. Po. Së dyti, ne do na vi mirë, domethënë që koalicioni ku ne jemi mbështetur të dali koalicion fitus. Dhe njëkohësisht të harmonizojmë, domethënë të luajmë mos luajmë atë prallën që kush e shkuli repkën, edhe ai fundit i miu vogël që ndihmoi në bashkimin që bën fuqinë. Po unë do të thosha ne kemi mundësit reale, relativisht që formulën e qeverisjes, domethënë mos ta përcaktojmë ne, po ne të jemi faktor llogaritës në këtë formulë. Ne nuk themi që ne do ta bëjmë qeverinë dhe pa ne nuk do të bëhet qeveria. Ne nuk themi dhe nuk kemi aq kurajo, domethënë të themi që ato 2 mandate apo 3 që do marrim do të jenë mandate floriri, siç është deklaruar në elemente të tjerë, por ne themi që në kuadrin e një marrëveshje politike, ne do të harmonizojmë veprimet tona në mbrojtje të interesave të Partisë Demokraciane dhe njëkohësisht koalicionit fitus, pse jo, të jemi do jetë fat të jemi ne përcaktuesit e kësaj pune, gjithsesi thash ne nuk na pëlqen të luajmë pikërisht këtë rol. Ne duam që të futemi në parlament të marrim sa më shumë deputet të mundshëm. Çfarë ofron PDK-ja përveç votave? Pra përveç 1, 2, 3 apo 4 mandate, zgjedhje dhe sovrani popull dhe votuesi do ta ofrojnë 2013 pozicionin tuaj. Çfarë ofron brenda këtij koalicionit mazhorancës? Së pari, unë do të thosha që Partia Demokraciane ka të mundshme të luajë një rol në zbutjen e klimës politike, të përplasur me 2 forca të mëdha. Qartë. Ne kemi bindje që kjo atmosferë, domethënë që është e diktuar nga disa rrethanash dhe është dhe pak historike. Domethënë përplasur e trashëguar, domethënë është e ka dëmtuar jo vetëm imazhin e vendit, jo vetëm imazhin dhe do të thosha jo vetëm imazh, por edhe në përmbajtje. Njëkohësisht, unë do të thosha që edhe kur ka qeverisur PS-ja, edhe kur ka po qeverisë PD-ja, ritmet e zhvillimit do të ishin më të larta në rast se kjo klimë, nuk them që opozita do bëj gjithmonë rolin e saj. Domethënë mazhoranca gjithmonë do të ketë tendencën për të imponuar opozitës. Pushteti është fuqi dhe përdesa është fuqi, kjo fuqi do të jetë orientuar diku dhe zakonisht bie mbi opozitën, por nëse do të arrini të harmonizoheshin elementet dhe edhe klima, domethënë, unë po them nëse ka rënë arti, teatri, estrada, është parasysh se e mbulon parlamenti. Njëkohësisht do të thosha përsëri, në rast se do të realizonim që dhe ne kemi bindje që me një politikë më konstruktive, me një marrëveshje që edhe PDK-ja edhe me element kufizor e ka realizuar edhe në historinë e saj. Kemi patur shumë raste ku kryetari i PDK-s është futur si ndërmjetës për problematikë të tilla. Nuk është puna thjesht e një babaxhani si kryetari i PDK-s, po është filozofia e Partisë Demokraciane që mund ta realizojë elemente të tillë. Dhe unë për filozofinë po të pyes, sepse për zotin Doga mund ta kem në këtë studio, mund ta ftoj kurdoherë, unë flas për filozofinë. Shikoni, domethënë problematika unë duke qenë pak i vjetër dhe në Partitë Demokraciane, vajta rreth 14 vjet kam punuar me 3 ish kryetarë. Jo më kot pyes. Me zotin Bushati, bile zoti Bushati ka dhe merite që më ka pranuar më në Partinë Demokraciane, kështu që atë njohsim ashtu. Pastaj me zotin Lesin, zotin Doka. Duke bërë një rezume të përgjithshëm, do thosha që zotin Doka ka parametrat më të mirë të grupit të punës, ka një ndjeshmëri më të mirë në politikë dhe elementet e garës dhe elementet e ndikimit të tija, domethënë në zonat elektorale janë të ndjeshme. Këto janë elementë që e përcaktojnë një politikan. Tani do të
në këtë shkallë zhvillimi që kemi ne, domethënë Partia Demokraciane ka në kryesi e saj element shumë të mirë, do thosha që kanë qenë qoftë në forcat kryesisht në PD, kanë qenë dhe deputet në PD, ka dhe element që kanë qenë antar kryesie të PD-s, ose në kryetar degësh në për rrethe këto gjëra që kanë eksperiencë në politikë dhe mund të luajnë role. Janë dhe do thosha edhe një herë tjetër figura relativisht po e quaj të pastërta, se po përdor një shprehje domethënë që nuk janë të inkriminuar, nuk kanë element domethënë që të ke patur përplasje ose të gjykuar në bazë të ligjeve kështu me radhë. Në këtë kuadër na tregon domethënë që është një bazë e mirë, do thosha që Partia Demokraciane thash të luajë rolin e saj që të përcaktuar tashmë në program apo edhe në si modat e saj europiane. Bët 2 deklarata për gjatë këtij emisioni. Minimumi 2 mandatet PDK-s në 2013 dhe deklarata e dytë ishte në lidhje me, në fakt ishte një pyetje tamam me imja që nëse ju do të ishit apo nuk do të ishit një prej këtyre 2. Jo, unë po ta them që unë nuk do të jem një nga ato 2. Jo, nuk do të jem. Jo, nuk i. Dhe deklarata e dytë ishte që në 2013 nëse Partia Demokraciane nuk arrin rezultatet e pritshme, pra nuk përfaqësohet në parlament, atëherë ju do të largoheni nga Partia Demokraciane. Personalisht e kam deklaratë serioze dhe kam të deklaruar edhe në forumet e Partisë Demokraciane. E qartë zoti Beja, por sa garanton ky sistem që votat numërohet dhe të jetë transparente, vota e qytetarëve, sikur se thoshte zoti Gjinushi që e përmendet pak më parë, që nuk ka rëndësi në këtë sistem se çfarë hidhet, rëndësi ka çfarë numërohet. Sa garant jeni që ajo që do të hidhet për PDK-n do të numërohet, duke qenë dhe aleat me Partinë Demokratike? Kur thashë marrëveshja e Partisë Demokratike me Partinë Demokraciane është e rëndësishme, më thënë ne e morëm duke patur parasysh kuadrin politik të saj dhe mbrojtjen dhe sigurinë vetëm mbrojtjen dhe sigurinë e votës. Dhe do të japim kontributin ton modest në atë fushat, në atë koalicion, duke patur parasysh vetëm këtë qetësi, do thosha që po futemi në zgjedhje parasysh se dikush do të jetë dhe ne do të jemi dhe pjesë në forma të ndryshme, pjesë e vrojtimit të kësaj të këtij numërimi të votave, mos direkt me përfaqësues të koalicionit dhe kështu me radhë. Pra janë përcaktuar disa elementë mjaft interesant që na bëjnë ne optimist që siguria do të jetë një shkallë të mirë të konsiderueshme për të hyrë në fushat. Ndryshe unë do ta quaj domethënë që Partia Demokraciane, unë personalisht një herë nuk do guxoja më të futesh në fushat pa patur një marrëveshje të tillë siç ishte marrëveshja që ne nënshkruam me Partinë Demokratike. Qartë, për ta mbyllur zoti Beja, u deklaruar më herët paktën nga figurat larta të Partisë Demokratike, qoftë dhe nga kryeministri i vendit që Shqipëria e mori statusin e vendit kandidat. Teksa u qartësuan dhe u kthjelluan gjërat, u kuptua që statusi nuk është marrë sepse janë dhe 3 kushte tjera që politikës shqiptare janë ngarkuar nga Komisioni Evropian përpara se ministrat e Këshillit të Evropës të vendosin në dhjetor nëse Shqipëria do të marrë një status definitiv apo jo. Do të dështojmë për të tretën herë apo ka gjase që ky status tashmë është i marrë në gjykimin tuaj? Së pari do doja të sqaroj edhe pak opinionin, ndoshta një pjesë e mirë, mbas nga që edhe nuk lexon edhe nuk ashtu, mbas edhe nuk e di, ose do ta them unë për herë të parë një jetë. Do të kemi parasysh që përcaktimi për antarësim në NATO bazohet në ato që quhet në NATO, më dëgjoj një sekond lutem. E zgjata pak atë. Në NATO bazohet në atë të ashtu quajtur gjeopolitik. Pra, në NATO na futi kryesisht gjeopolitika. Jo se plotësuam kushtet dhe standardet. Atë thatë ju. Unë po them këtë çfarë thotë koncepti teorik. Pra, NATO jo se plotësuam kushtet dhe standardet. Zotëri lexoni. Ka qenë një nga pikpyetjet e mëdha. Lexoni strategjitë e NATO-s. Po i përket shkurës. Lexoni strategjitë. Tash unë nuk më një emision të bëj tyja, domethënë strategjinë e NATO-s. Tash unë po them edhe jetë. NATO bazohet kryesisht në gjeopolitik. E qartë. Ndërsa BE-ja, e cila bashkë me NATO janë 2 shtyllat kryesore të rendit të ri ndërkombëtar. BE-ja nuk ka më tani atë që ti e kundërshtove me të drejtë gjeopolitikën, po ka real politikën. Real politikën do të thosh ti jesh real kështu si të dua unë. Interesant kundërshtrimi, po? Dhe? Po nuk e kam thënë unë, e ke në teori. E qartë. Pra BE-ja të thotë real politikën. Po s'm plotsove 1, 2, 300, 500, 600, 700 sa ka zëra, nuk të marr dot dhe sikur më i miri ti jesh. Po. Pra, në këtë kuadër, këtë element
si Partia Demokratike që është apo si majoranca. Jeni sigurt për diçka tillë, zoti Beja? Edhe një absolutisht është teorikisht kjo. Sepse nëse për se lutem zoti Xheli, më lër deri në fund dhe pastaj bëj pyetjen. Pra, në rregull. Si Partia Demokratike është në majorancë, si Partia Socialiste që është në opozitë, këtë gjë e din fare mirë që duhen të plotësor kushtet. Dhe kushtet plotësohen nga ne, jo nga ata. Ata të japin, kanë misionet e tyre, kanë elementet e tyre, në çdo veprime delegacionit që vinë, apo ne që shkojmë atje, marrim pikërisht dhe ata kanë referencat ku, kanë dhe studimet e tyre, se si, nuk mund ta mshesh dot kokën, domethënë para tyre. Dhe kur thanë elementet e fundit që janë dhe 3 kushte, edhe ato 3 kushte, zoti Xheli, do plotësohen se s'bën. Ndryshe nuk e përtamas. Unë për mua absolutisht jam optimist që do të vazhdo, se ndryshe, domethënë, kur them ndryshe, do të ishte një vetvrasje përsëri, dhe nuk ka asnjë të fitus. 20 nëntori është afati fundit. Në rast se shiko, unë përsëri do dalë përsëri prapë për opozitën, mua me keqare flas keq për opozitën, se relativisht opozita ka nevojë për ndihmë. Domethënë, kur them që në rast se opozita me të vërtet, domethënë, gjykon që o sa qef që nuk do t'i plotësoj qeveria këto 3 kushte dhe ne nuk do të pranojmë asa ajo në rast se s'ka për ta marrë asnjëherë qeverisjen, parasysh se në rast se nuk respekton veten e saj, askush nuk të do në familjen më të madhe siç është familja europiane. Në këtë kuadër them, këto janë interesa kombëtare, nuk ka të bëj fare me interesa përplasje PD-PS. Janë interesa kombëtare ku 2 palët duke respektuar, domethënë, pikërisht to rregulla loje politike, se në rast se opozita po i respektojnë zotë. Në rast se opozita, për shembull, pretendon që të marrë pushtetin 2013. Janë ligje me 3-5 të cilët nuk po votohen dhe janë pikërisht këto palë që nuk po i respektojnë. Këtu ka dhe elemente të tjera, domethënë të 2 palët, shiko, jemi 8 muaj para zgjedhjeve. Ajo, të lutem, ajo që doja të kundërshtoja pak më parë që më cep, ma bë pyetjen më vonë është që ju e konsideruat geostrategji futjen në NATO apo jo? Absolutisht, se kam thënë unë, kam thënë strategë. Qartë. Geopolitik, thot, më pas përse i përket... Geopolitika është NATO dhe real politika është Bashkimi Evropian. Real politika e BE-s. Nëse në 2 vitet e para, për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk kishte kushte, pra nuk kishte këto 12 prioritete. Kërkoi vetëm një bashkëpunim dhe dakordsi mes 2 kampeve kryesore të politikës shqiptare. Kështu ka qenë. Dhe ne dështuam në 2 vitet rresht për marrjen e statusit. Në vitin e 3, Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian vendosi pikërisht këto 12 detyra shtëpie, të cilat politika shqiptare ende nuk po i plotëson dhe sot. A është kjo real politika? Real politikën e ndjek Bashkimi Evropian. Ka dhe diçka tjetër. Ti, domethënë, pyetja konsiston në atë, nga atëherë që kemi progres, nga 12 kushte kemi ka ngelur dhe 3. Problematika është, shiko, jemi në pikpyetjen e madhe që nëse dështuam 2 herë, mund dështojmë në 3 herë. Shiko, termi dështim i herë duhet hequr, parasysh është çështje ritmesh, nuk është çështje dështimi. Që do Shqipëria do të marri statusin e kandidatit, do ta marri. Problematika është, jemi të vonuar në marrjen e këtij statusi për mungesë harmonizimi të plot midis majorancës dhe opozitës dhe për një mendim, për një strategji të paqartë për mendimin tim të opozitës dhe një pozicion relativisht jo shumë, po e quajnë mirë kuptues në rregullat e lojës midis majorancës dhe opozitës. Këto rregulla, këto përplasje, të thosha unë që mund të ndikojmë dhe ne për mirësimin e kësaj klime, kanë sjell pikërisht mungesën e ritmeve të kërkuara për të plotësuar kushtet e kandidimit, të cilët nga 12 kanë ngelur në 3. Asnjë presion nuk mund t'i bëhet BE-s, as opozita jo, as majoranca jo, për që ti pa plotësuar ato kushte ne të marrim statusin e kandidatit. Këtë duhet ta kemi të qartë të 2 forcat në mëdha politike, sidomos opozita, e cila nuk mund të ndërtojë strategji për minimizimin apo për konsumin e pushtetit që ka majoranca, duke i penguar statusin e kandidatit, të cilit nëse ajo është një alternativë qeverisë do ta paguajë po vetë. Në rast se për shembull Partia Socialiste apo grupimi opozitar do të fitojnë zgjedhjet ardhshme, do të ketë të njëjtën stres, të njëjtën problematik në qeverisje dhe do rrëzohet shumë shpejt në rast se nuk plotëson kushtet e një kandidati. Nuk do të ketë fondet përkatëse, nuk do të ketë ndihmën përkatëse, do të ketë asistencën, gjithë ato gjëra do ta bëjë një qeveri të dështuar. Bota moderne nuk pranon të marrë një qeveri kur e shikon që nuk ka shanse për ta qeverisur.
Dhe aq më tepër nëse një opozit nuk plotson kushtet e qenurit qeverihie. Po patjetër qeveria dhe të ndërtoj trasen, unë do të thosha që 8 muaj para zgjedhjeve, një opozit realisht nuk bën më opozicioni ndaj mazhorancës se e ka bërë këto 3 vjet e gjysmë, po ndërton trasen e mundshme të qeverisë së saj në 2013. Shikoni se që ndodhë, ne vazhdimisht bëjmë pengesë për ta, vetëm pengesë dhe asnjë lloj alternative. Më thuaj alternativën që shtohet për plotësimin e këtyre 3 kushteve. Të gjej, për shembull, opozita thotë përcaktoj këto 3 kushte përcaktojnë në këtë alternativë që propozon opozita dhe mazhoranca ka kushtëzuar me kryetarin e Këshillit Qarku të Fierit. Një kushtëzim, ndërkohë që nëse sondazhi qytetar shkon me mbi 90% pro Bashkimit Evropian dhe marrjes statusit, ju mendoni se Qarku i Fierit mban peng integrimin? Ju mendoni se me vërtetë cila është, sepse unë referohem faktet. Qarku i Fierit mban peng, domethënë interesat e kandidatëve të ndryshëm për deputet në mënyrë të tillë për të përcaktuar se kush do të fitojë në 2019. Cila është? Arsyeja është që politika shqiptare, dhe sidomos në rastin konkret, do të them, meqense po them topi i lojës ka ngelur te opozita në rastin konkret, është të përcaktoj qartë që detyrat kryesore të saj janë integrimi i këtij vendi në familjen europiane. Plotësimi i kushteve për ta si thuaç kapur qeverinë ka plot element që mund ta kapish, domethënë, dhe një opozit për 65 deputetësh, domethënë i ka të gjitha mundësitë për ta kapur këtë element dhe jo për të bllokuar statusin. Elementet e frenimit të statusit janë kurrizë të vendit, janë kurrizë të kombit. Nuk janë as element favori për qeverinë e ardhshme. Përkundrazi janë element frenues që ti je mosbesues. Ti si pengus, askush nuk e do atë që të pengon në rrugë. Logjike. Të gjithë ndihmojnë atë që ai të jep një dorë. Me hile, pa hile, ai të jep një dorë. Elementi që jep një dorë, ne e quajmë në linjë popullore nder, më bëri nder filani themi ne. Dhe ai tjetri që më pengoj, aty do hakmerrem ose do bëj këto elemente të tjera. Unë do të thosha që pa qenë domethënë në kuptimin e optimistit të pa informuar, se optimisti më i madh është i keq informuari, unë do të thosha që Shqipëria do ta marrë statusin e kandidatit, gjë që nuk ka të bëj fare me një betejë të fituar, përkundazi do të ulim kokën se jemi shumë të vonuar në këtë marrje e statusit dhe nëse kemi plotësuar element mjaft të mirë, domethënë të cilët në kuadrin e një krize do thosha europiane tek ne kalojnë relativisht lehtë për shumë arsye, për që nuk janë objekti i këtij diskutimi. Kemi shansin, duke qenë dhe si një ekonomi e vogël, duke qenë dhe si një vend i vogël, duke patur dhe problematik që vendi apo Shqipëria ende nuk ka mjaft probleme për të zgjidhur edhe në rang kombëtar, do thosha, duke patur parasysh që ende Ballkani nuk e ka të stabilitetin e mundshëm, domethënë që pritet në kuadrin e integrimit evropian. Ende ne kemi çështjen e njohjes Kosovës, domethënë që ky është një element, domethënë që në vend që të politika shqiptare të mbështesë dhe të bëj, domethënë, si thua, të shtrojë traset që të minimizoj ato pengesat, domethënë të vjetra apo të reja për integrimin e Kosovës dhe njohjen e shtetit të Kosovës, ne vazhdojmë merrem me element që janë në dëm tash si të mazhorancës qeverisë, pa aq më tepër dhe të asaj që pretendon për të qeverisur. Në këtë kuadër do thosha që Partia Demokristjane, duke qenë dhe parti relativisht e vogël, e ka mundësitë, domethënë, që të luajë role të tilla pajtuese, jo në kuadrin e një shenjtori, por në kuadrin e një kontribusi, në një kuadër që e shikon njëri tjetrin në sy, dhe në një kuadër që ka edhe element individ të veçantë që mund të japin kontribute të veçanta në forcimin e demokracisë në vend. Faleminderit zoti Beja. Gjithmonë kënaqësi të kem në studio. Faleminderit. Isha me zotin Vladimir Beja, nënkretar i Partisë Demokristjane, përfundon dhe sonte ora 0 të nderuar miq. Ritransmetimi i këtij emisioni në orën 10 para dite, bashkë do të rishihemi nesër në mesnatë. Deri atëherë, mirupafshim.